Pas largimit të tij, pra pasi ka siguruar daljen e shpëtimit, Medea i rëfen hapur Korit planin e saj makabër. Do të vras gruan e re të Jasonit me një vello të helmuar, do të vras 2 fëmijët e saj dhe pastaj do të largohet nga Korinti. Vajzat e tmeruara të Korit më kot mundohet ta bindin që të mos e verë në jetë planin e saj. Medea nuk dëgjon. Shkoj, thot mëndeshës, ma sill këtu Jasonin dhe mos më tradhto. Në do zonjën tënde, në je pjell grua. Në episodin e 4 hyn në skenë Jasoni, kësaj radhe i thirrur prej Medes dhe që është me çduket viktima e parë e planit të saj. Në fakt Jasoni është në radhë parë viktime vetes, sepse dëshiron me gjithë shpirt dhe shpreson që Medea të kthejë, që atë jetë i qetë, por patjetër është edhe viktima aftësive manipuluese të saj që siç duhet ta keni vënë re të papara. E pra ajo hiqet sikur është penduar për fjalët dhe sjelljet e saj në takimin e mbarshëm dhe madje përdor hapur fjalët e vet Jasonit, të cilat i ka hedhur poshtë një episod më parë. Nuk them kot që Jasoni është i verbër me dëshirë. I lutet të ndërhyjë te mbreti që të paktën fëmijët e tyre të mos dëbohen nga Korinti. Për këtë do t'i dërgojë ata me dhurata tek nusja e re, një vello të hollë dhe një kuror floriri. Premtimet e Jasonit që do të kujdeset që fëmijët të kenë një fat më të mirë, vetëm sa e rëndojnë gjendjen e saj shpirtërore, sepse ajo e di shumë mirë fatin që do të kenë djemtë e saj. Gjithsesi Jasoni pranon të përpiqet të ndërhyjë tek mbreti Kreon, por i quan të tepërta dhuratat. Mbaj për vetë o budallaj që i thot pallati ka plot të tilla. Medea këmbëngul në e dim pse dhe shpreh me nënkuptim shpresën e saj për rezultatin që do të cilën ato. Në fund të episodit dalin fëmijët me dhuratat, shoqëruar prej Jasonit, që pa e ditur, po nis serinë e vrasjeve me duart e tij. Kori tashmë ka humbur çdo shpresë dhe vajton për të gjithë, për nusën e re që do të vdes tragjikisht, për fëmijët e pafajshëm që do t'i vrasë Ema, për Jasonin që do të humb grua e fëmijë, dhe për Meden vetë që do të bëhet vrasë e fëmijëve të saj.